Përshëndetje të dashur binjakë, uroj të jeni mirë. Do bëjmë një mesazh për ju me letra Oracle që quajnë telepati dhe mesazhi juaj është ky. Barrier apo ndryshe pengesë, bllokim. Të dashur, thot, gjej mënyra për të anashkaluar pengesat që të gjesh lumturinë. Kjo letër tregon se përpara jush mund të ketë një pengesë emocionale, shpirtërore, praktike, që po ju ndalon të ndjeni lumturi të plotë. Por lajmi më i mirë është se nuk je i bllokuar, por nuk jeni të bllokuar. Ekziston gjithmonë një rrugdalje. Ndoshta nuk është rruga drejt për drejt, por nëse je i hapur ndaj mënyrave alternative, do të gjesh një shteg që të çon drejt asaj që kërkoni. Mesazhi për ju është kjo letër të mos dorëzojeni asnjëherë përpara sfidave të dashur binjakë. Shpirti jon është më i fuqishëm se çdo pengesë. Ndoshta është koha të ndryshoni këndvështrimin, të bësh një hap prapa dhe të shikosh situatat me një sy të ri, me një këndvështrim të ri. Lumturia nuk është gjithmonë pas një dere të mbyllur. Ndonjëherë është tek rruga, është mua aty, tek rruga që zgjedhim për ta anashkaluar atë. Pra, universi po ju thot, po, ekziston një pengesë, por mos haro, edhe pemët më të mëdha rriten duke ecur rreth shkëmbimeve. Zgjidhja është aty, vetëm shiko, pak më ndryshe, me një këndvështrim të ri, të dashur binjak.